Ja, a mi thonë yje, për shambull kaderit dhe gjenetës, po ju themi, pëse si ju themi se janë yje? Mirë më njës, mirë se erdhe. Mirë më njës, mirë se gjeta. Yje, krejti më një. Pa dyshim. Se cili është yll në vete. Edhe Shakira është megastar, por yll i vendit tonë mund tjetë edhe dikush një banor i Big Brother. E këtu po flasim për 3 banor të Big Brother, lajmi i parë, po i bashkon gjenetën, kaderin dhe gjestin. Atëherë me një fjalë, Big Brother kryon yje. Të tretë i kemi yje nga Big Brother, deshtëm apo nuk deshtëm, janë ata cilët po na tërheqin gjithmonë vëmendjen, edhe janë 3 prej personazheve cilët po dinë me qenë aktiv, edhe e kanë zbulu pak a shumë këtë farë lojën e reality show që duhet me vazhdu. Kaderi si gjithmonë nuk na befason, mirë po na knoq me pozat e saj, është një prej top modeleve që është bo, njëjtë sikurse edhe Gjeneta. Po në këtë mes është Gjesti. Gjesti, po del me qenë ai super djali, Kazanova jonë, që qik e madhe vogël jënë të edasht. Çka ka ndodhur këto është në këtë fotografinë e publikuar nga Kaderi, njëri prej komenteve që ka marrë më shumë të vëmendje, është reagimi i Gjenetës. Ajo i ka komentu Gjeneta, pse kaq seksi, unë jam gjeloze. Dhe Kaderi ja këthen, I vënë vende që shukë. Po, dhe pilecoj komente, që shmi ketu, di që shkur i shët, që të paramenaj. Edhe, ja ka bo veç shuk jemi. Edhe Gjeneta ja këthen, Lele, hajtë speqes gjuhën, kështo e mogë me gjuhën. Dhe nuk kemi të e gjedë, bre. Kanë komentu ashtu. Që, po e shohem këto. Kaderin në Instagram, a o të e gjedë dikush? Kaderina? Jo, hajtë provoj që të... Thuj që të ka po bloka? Jo, s'po besoj, veç po thëmë se kam shele, si diçka. Hajde të shohem këto... Adelkica e underline. Tonë janë gjatë ditës djeshme. Po mirë, të vazhdojmë pasaj e Kemi pas një alutim mes Gjestit edhe Kaderit që po pëlqehen gjithashtu, po nuk kemi pas reagimi vetëm deri që tashti, pra është që jam veç shok. Kader, Kica jam? Underline. Përbis, Lërek. Me një underline. Me një underline, ta pas ka bo blog vlau jam Kaderi. Osh, allojna. Qërgjera. Përbis, faktet janë këto, Kaderi, Kader Kica 170k followers me underline. Kjo është foto e fundit, edhe komentet live i kemi nga Gjeneta që u edhe në 90 replay-at ashtë jënë bu. Kush ka Ajde, replay që këto? kanë thonë njerës, Agnesa? Njerëzit kanë thonë, ose tash këto portalet po thonë që e keni për Gjestin, këta që normal pëse për kanë tjetër. Tjetër koment, mos jaret menën, e shkret atë edhe ndër do e shofësh Eglin që ironizën gjatë gjithë kohës. Gjeneta ka bif me plot vajza, pse jap Eglit, po këtu pëse me Eglin, që tu... Sepse Egli është të dashur e Nuk po ma Gjestit. gjenë mu Kaderin. Nuk dihet publikisht. Na ashtu e dim që Egli është të dashura e Gjestit. Egli është ajo e cila e ka qenë një super kong, ajo e cila me njerë pas Big Brother ju fut punës saj, gjithashtu edhe Gjesti, dhe që ka po më pëlqen prej këtyne dyve, është me të vërtet që pedin që të tjerë të janë të pritë në konë lojme prej këtyne, po këta vetë s'po ka nevoj me reagu, po janë të e këqyrë punën e vetë dhe karierën e vetë për që ata që i kemi njovë, do me thonë si këngëtar. Mirë, Loreka, e zbulove që ka ndodhë me ty dhe Kaderin? Jem të mendua këna folën dhe për Kaderin. Jo, s'kam kështu raport, heq abden, po s'kur ka im Big Brother para se mi im Big Brother që e kom pa, pa të pra pas kena që i bëshim me atë vetë. Surja ki buti, ta ka buti kush prej teje. Jo, marë s'ka shanca, nuk është të më kujtu, po s'ka problem atë që, po vish nuk po di se nuk po më kujtu që kena folë shumë për Kaderin, këtu më do këtë heq farë, nuk kena po hera parë kënë që tash. Bo, dajmë, rastis kemi folë. Që është me rëndësi, ma po s'ka po blok zote edhim, pëse? Edhe Brikja pas ka bo o dashnijete. Shna shkofshim. U bë viral, pa u lansuar një prej hiteve të fundit, Gjesti veshum, drequ, veshum, gjithka ka Gjesti e ka konfirmu zyrtaresht se këngajt e jere do të publikohet me 30 maj, ka qenë një pjesë të spotit që nuk e sela për shkak se u tutëm pak për i copyrightit më së nëndzën, ndërsa fotografia ishte spoti përdo këtë shumë interesant, për shojmë një gjest si normal që ishë bën Gjesti, ato gjestet e veta energjike, pak më anën që ka më fëminore, më energjike që e ka që e shfaq, gjithmonë pozitive. Dhe me 30 maj do të publikohet kënga e parë, deri më tani ka qenë shumë viral në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, ka pas shumë njerëz që e kanë përdorur si sound, e kanë përdorur edhe vetë, dhe po shpresoj që mi prim bara me arritme që tash atë viralin që ka pas në TikTok, tash faqet të klikimet në YouTube. Veç po shihet që asë rrugë është me qenë se ka arritur shumë klikime.
të paktën në TikTok dhe në platformat të tjera, para më do kur të dalë. Të shojmë dhe urojmë që Gjesti kam i mbush koncertet, ashtu qysh i mbush Alban Skenderaj, po më duket vazhdon me mbet kështu mbreti i koncerteve live. Në Milano, në performancën e ti të fundit, dihet që diqysh nuk e di pëse unë nuk e ndjej shumë muzikën e Albanit, është super artist, krejt, pa ndohë që nuk kem konkurrë dashurume, ose nuk e di qka është dashuria nëse nuk i ndjej këngët e ti. Nëse i ndjen këngët e Armendit, kjo nuk kupton që e ka në dashurume, po nuk kupton që ty s'po të pëlqej ka pra muzika që e bën Albani për dallim prej shumë të tjerë. Edhe çka më duket pak interesant, për shembull, vitin e kaluar ai u kujtohet që pa të bo një prej performancave ose 17 shkurt ose 28 nëntor ka qenë koncert Alban Skenderaj në Kroaci. Për qëta pak nuk më pëlqen, për shembull, kur artistët shqiptar vendosin festat kombëtare me shku me organizu koncerte në vende të tjera. Mire po, okej, e qartë. Po, për këto festat të paktën duhet mi afru në shqiptarët krejt këto. Edhe nuk këto ka dhe për atje. Mu po mdoget që mision hala, ta shpedu hala ma shumë Alban Skenderaj, se pas ka shku në Kroaci me afru shqiptarët atjes që janë edhe me ju këndu për 28 nëntorës e 17 ditë ka qenë pavarësisht. Promovimi i vendit. Shumë mirë për i afron Agnes, se zakonisht na jena edhe kunder, edhe po kom qef që kom edhe qëto kunder. Alban Skenderaj është këto ikona e muzikës, këngë dika shumë mira, bile një e ka, më zgabofsha direkt për ty e ka, ata mirë mengjezës e ti vojzë mengjezës. Po heq për munon, e lëshojmë në radio, është krejt në rekull. Personalisht, adin kur së të kapë diqka heq, edhe që shto, po, për këto që po flasim promovimin e artistave në për vendet tjera. Na i kemi Rita Orën, Dua Lipën, pse jënë të njoftuna se vinë që të edhe promovojnë. Pse Dua Lipa pra sa një hilën për bënë në Kosovë, e bjen krejt botën në Kosovë. Qëllimi është me afru njerëzit edhe me i promovu vendin tonë. Këto nuk janë, qaj të thonë të nuk është i njëti sa. Jo, krejt, e di sa njeri për Kosovët ka shku, veç pak në fajnë. Promovon Kosovë dhe në Shqipni, krejt vitin e ka që përformon kënena, për një ditë që shkon atje, për me përformu se shkona. Promovon krejt vitin atje në ditën komptare, duhet krejt në artë që në Kosovë dhe komparatina, ndështë s'ka pas ofertë, ka pas jetër ka? Që s'ka pas më re ofertë, po krejt Kosovartë, pa të në quet Shqipnis, pa të në shku që atje në Kroaci, në konë 2-3.000 veta, të me thonë, o shpros Kosova dhe Shqipnia, me shku në Kroaci, për Albani. Po pikërisht për qëta pëse zgjedhin edhe po bëhet që kjo promovim për festat kombëtare krejt hajde të festojmë diko njashtë. Jo, hajde ne në Kosovë, në Shqipni. Po lojmi ke këto, tek dashuria që një qef, të me thonë, i kanë thëmë po njëri tjetërit pikërisht në koncertin e Albanit. Edhe kanë gjithë momentin ma dur, sepse këngët për qifte, i ka edhe për dashuria. Edhe në për dasma krejt e shfrytëzojmë, për shambë Londri me Nusim kërën, zakonisht hinë me këngët e Alban Skenderaj. Vetëm ty. Atim se po mdoket nuk e du Albani. Qëta shumë kujtu një traumë. Që kjo kanga, e kam për motrës tam, e donës, kur ka dojë që kjo kanga ty, vetëm ty, e di që nështë ta 2 muj, o konë lup. Veç nuk unë alke, janis ke u kryke, e dhone mu nuk moj, po kja që s'ka faj Albani. Po ju s'ka faj, s'ka faj Albani që ju e keq përdorni edhe. Po mos i keq përdorni, se ju po më baja. E konsumoni. Mirë, i urojmë qiftit të ri, jetë gjatë. A përshë kongë pja den? Krejt është ja di kongë. Këtë kongë shqiptare i di, Shazam jam. Po për ndryshe, konga mirë mëngjes, mu shpesh kur du me pas një ditë ma të mirë edhe kur shot djelë, gjithmonë që shmëdoket që vusham. Tu ardhë në punë, gjithmonë në shaj. Si të kajtë, se di, që shmëdoket pak si të kajtë, si që të si mërzit. Dashnis në atë mënyrë i këndot, o Agnesa? Dashnis i këndot në atë mënyrë. Po se di, unë i kënoj në shto më ho, që shto kam qenë. Kënoj të që shdush, kush po të nalë. Që ka ndodhë me Sarën? Sara Koljami. Ka qenë shumë virale për disa fotografi të saja që i ka shpërnda në rjetën sociale dhe si që zakonisht duket shumë bukur. Nëse nuk gaboj është diku në Shqipëri edhe po duket shumë bukur, gjithashtu një të njëjtën kohë është duke punu për emisionin Supernova. Si zakonisht Sara duket bukur, si zakonisht komentet janë 40 herë, ta duket bukur. Duket bukur, qa mi potash, duket. Diçka që shihet. Edhe komentet si zakonisht janë shumë pozitive për të, edhe ka arrit me kriju një personazh, një imazh që gjithmonë pëlqejet, qa do që sjell ajo njerëzit me nxispresin me e pa, edhe normalisht
forma trupore. Me qenë se do kënë shumë bukur. Me qenë se je tu punu me Sarën në projektin Supernova, që ka 3 me Sarës dhe Drilonit, dhe si ka përjetu Sara atë putjen, më faqë po të pës, po s'po kam mundësi me pyet Sarën direkt. Me thënë të drejtën, nuk e kena diskutu në fakt asë një moment heq. Heq se po kurioza. Heq za. A e kështë pytë të Sarën, më thënë Sara e lëndu kër e ke pa Drilonin të puth rrugëve të Gjermanisë. Rrugëve të Gjermanisë, mos thuj se këtu s'ka. Për njështë kur jena Këtu i porti mbe. Kur jena të Së vjen keq për mua. Sara edhe të Supernova, nesër. Po, është e premte. E premte, masi është e premte. Po lidhna direkt prej prapaskenave të Supernovës, ku do që janë ata me gjirime, edhe kom i marrë ato bijat që janë ato modelet aty. Jo, veç Sarën përdojnë. Diçka për orën 7. Po Sara veç ka dalë në përdoj intervista, e kena pas të unikën që ka full për Supernova, po me intereson eksperienca aty në vajzave që po flasin. Sa vajza janë dhe bukra, qështu si Sara? Ka vajza shumë tira, ka modele shumë bukra, ka dhe vajza që dina dhe me argumentue, me debatue, besoj që... Sepse kjo është ajo e emisioni, do me to nuk është veç një sfilot, po kemi edhe një reality show interesant. I pilot edhe na kena mja parapri, kena me lidh, nesër është A mi lidh, a mi emision këto, se qika s'ki nevoj mi lidh. Janë në gjirime, qysh mi lidh? ne do shkojmë në atje në gjirime. E kuptova që shpejt gjungongja, po kuptova për një lidhe direkte për mes videokallit. Më thash, sjellin në studio, oftoj në studio. Ti kapim, ti lidhim, edhe ti sjellim në studio. Po më vjen shumë keq, po jeni shumë të shfrenuar në mendime. Pash kur gjona. Mas ne kur boni viral. Edhe kur bëhemi viral. Viralitetet. Po stoni kuku. Gonja, qka folja, qka qita për kësaj gojës tem, deri qëta ashtu folj për siguri në vend. Që shumë siguri jam vend, që të thotë? Shumë i sigur t'jene, kur gjithë s'ka me ndollë s'ka luft, ato janë thjesht dezinformatë. Para 2 orëve në edicionin e 8 edhe 9 të lajmeve në radio, ne kom donë lajme, do me thonë ka 7 lajme të si seriose, se kanë të gjuar. A i mbanë men që atje? Po, ati frekoja. Një 2 bile. Po, e para protesta, epizodi 23 i kuvendit, një fatkeci që ndodhe. Po bot kuvendi, as po bot? Nuk bot normal. Jo, po bot, ka diçka të reqë të speden, që fatë Midlima i ka arrit marrëveshëve. Arrit në ora sa? Mram, në orët e vona. Të natës. Po, të shojmë se që ka ndodhë. Okej, Agnesa, nga shtrëngime që më ka bërë në fyt, nuk mund të ha, nuk mund... Qa është kjo? është një rëfim i Big Mamas, e cila është edhe pjesë e VIP firma, e cila ka shëgu për me kesh gonja Jo, bone virale, ta është krypet, që atë rilë si adon, në rekull tjena, ta është këtejmë në seriositet, se sot pëthom veç pindroj zhanret e lojme. Qëka ka ndodhë me Big Mama? Big Mama në krejt diqysh menojmë që është shumë e fortë dhe diqysh që s'janin për kur gjo, mirë po zakonisht personat e tillë që e kanë një paraqitje të tillë janë shumë emocional brenda. Edhe Big Mama në këtë shtëpi na ka tregu shumë anë të saj më pozitive se sa ato që kemi pas në Big Brother kur ka qenë. E ka tregu një prej lidhjeve, një lidhje abuzive që e ka pas, për lidhjen e saj të parë, që ka thonë që ka qenë me gjelozi, presion psikologjik, që prap po e potencoj, kjo ka qenë në periudhën që ka thy tabu në kohën e vetë, edhe na krejt e kemi pas një farë idoli si ajo që s'janin për kur gjo. Mirë po në të njëjtën kohë, një burr ka qenë ai i cili e ka mbyll këtë Big Mama në vete, edhe deri në një moment ku ka fillu edhe dhuna fizike. Gjithashtu e ndoha një prej momenteve më të prekshme, pra kur ajve që ka shtrëngu për fytje dhe tregon që ka pas probleme, nuk ka mujt me konsumu ushqem, mirë po këtë rrëfim me tregon sigurisht për me ju dhonë në shta edhe një bashkëndjesi të gjitha qikave të tjera që se cilja mundet me përjetu diqka, mirë po mos e merrni si okej, as një mashkull me ju prek me dorë, e as një mashkull me ju për ull, me jau bo bajat, sepse ju jeni vetvetja, vazhdoni me qenë vetvetja. Shumë po më vjen keq, sepse një sa të mendu që është një lajm i showbizit i hareshëm, se kom lexuar paraprakisht dhe më vjen keq që e fillum këtë lajm me pak të qeshura. Shpresojmë që mos përjetoj asnjëherë as Big Mama, por as një grua tjetër dhunë, sikurse kjo që ka përjetuar Kupra për një javë, nuk ka pas mundësi të konsumoj ushqim
për shkak të dhunës që ja ka bërë dikur partneri i saj. Mirë, faleminderit shumë Agnesa dhe Lore që i sollët këto lajme. Gjithashtu faleminderit Piko. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë. E presim Lorenën me shumë kënaqësi për të bashkëbiseduar rreth temperaturave.